Ndërmarrja Pollok Rusino ka realizuar një investim prej rreth 1.300.000 eurosh në pajisje dhe mekanizëm të ri në kuadër të përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave në rajonin e Pollogut. Drejtori i ndërmarrjes Sazan Hurvati tha se ky investim mundson trajtim më të kontrolluar të mbeturinave, përfshir mbulimin e tyre me shtresa dheu në përputhje me standardet mjedisore. Na erdhi mekanizmi i ri në vlerë prej 1.300.000 euro. Në erdhi një kompaktor, ngarkues, kamion, traktor dhe cisternë. Kështu që kemi filluar edhe mbulojmë mbeturinat me tokë, shkak se deri tas kemi pas mekanizëm. Me thonë se jemi rrugë drejt. Prej Ministrisë të Ambientit, Sekos, kredi nga Banka Evropiane për Zhvillim. Nga Ministria e Mjedisit është paralajmëruar edhe fillimi i fazës së dytë të projektit, e cila përfshin mbylljen e deponisë ekzistuese dhe ndërtimin e qelizave të reja sanitare për deponim. Deponia aktuale pritet të mbulohet dhe të monitorohet për një periudhë 20 vjeçare nga ndërmarrja dhe ekspertët përkatës, me qëllim minimizimin e ndikimeve mjedisore, theksoi drejtori. Faza e dytë është mbyllja e deponisë aktuale, ndërtimin e qelizave të reja sanitare për deponimin e sigurt të mbeturinave, instalimin e sistemit për mbledhjen dhe trajtimin e ujrave të ndotura, vendosjen e sistemit për grumbullimin e gadrave të deponisë, ndërtimin e infrastrukturës përcjellse në brenda deponi, objekte administrative të reja, edhe krijimin e kushte për selektimin dhe trajtimin e paraprak të mbeturinave. Ministria disa herë ka cek, domethënë është në fazën e shpalljes së procedurës për prokurorimin. Zgjidhet operatorit e cilët ata kryejnë. Të dhënat e lartë përmendura u bën të ditura nga drejtori gjatë raportit financiar që e paraqiti në seancën e sotme të Këshillit, ku konstatoi se ndërmarrja ka operuar me stabilitet financiar dhe ka shënuar fitim prej rreth 11.803.000 denar, pavarësisht sfidave në arkëtimin e obligimeve nga disa komuna. Gjithsej shpenzime materiale kemi 13.269.000 denar, amortizim kemi 20.709 denar, shpenzime jo materiale 13.974.000 denar, gjithsej të ardhura kemi 39.047.000 denar, gjithsej të dalura kemi 27.244.000 denar, gjithsej të hyra kemi 39.047.000 denar, nga kjo e bie se kemi fitim për 11.803.000 denar. Raport financiar gjatë kësaj seance bëri edhe ndërmarrja publike e komunalec. Siç njoftoi përfaqësuesi kësaj ndërmarrje, ata kanë shënuar të hyra të përgjithshme në vlerë prej 234.929.650 denar, shpenzime gjithsej 212.990.000 denar dhe kanë punuar me neto fitim 21.959.480 denar. Pas sqarimeve të lartë përmendura, të dyja këto pika të rendit të ditës u miratuan me shumicë votash.